na ke dhënë 2 data. Dytën e du më shumë për fatin. Për fatin. Se punën e pas të sistem. Fatin. Ju falenderoj Të përshëndesim Të përqafojmë shumë dashuri. Shumë dashuri nga këtë studio. Ndërkohë japim kohën e duhur me Regjinit për të bërë për llogaritjen, janë 2 data. Po e nis me të madhen, që ka pasur dhe muajin e vet, kështu që t'ju urojmë dhe 100 gocës. Edhe 100. Dhe si dhe se çfarë do zemra të jetë dhe të arrijë. Dhe kemi një gocë në fakt e cila ka dalë nga një periudhë me ngarkesa goxha të mëdha dhe me lodhje të madhe emocionale, sidomos viti i fundit 2025 e ka ngarkuar dhe e ka lodhur shumë. Tani, fazën në të cilën ndodhet goca si vjet, nuk është, do më thënë, do të duhet të bëj një organizim po shumë të mirë të çështjeve. Të jetë përgatitur ose të filloj të bëj projektimin, sepse do të kemi kalimin e uranit eksaktësisht mbi çështje të rëndësishme të saj, që kanë të bëjnë si me çështjen e profesionin, si me çështjen e fatit. Bilesi ka të dyja në hyrje të drejt për drejt. Që do të thotë, kemi një transformim goxha të madh në jetën e gocës, si në çështjet praktike, po dhe të fatit që thotë nëna vet, nisur që nga mesi majit si vjet. Dhe i ka në 1 grad, pra nuk do presi gjatë. I vinde planeti fatit mbi hënën e vet, që nga mesi majit të 2026-ës deri në pranverën e 2027-ës do të ndihmohet nga 2 hyrje shumë të forta planetare dhe njëri është shumë gjigant për të patur transformimet që i duen apo dhe për ta plotësuar për që ne lumtur. Mund t'i prishë pak Terezin kjo pjesa e Mars e punës, por është për shumë për mirë. Kështu që nëna do t'jetë e qetë dhe lumtur nga mesi majit deri në pranverën e vitit që vjen për të madhe.